se si flet. Vëllezër të ndershëm, janë disa kushte dhe rregulla për ata i cili do me këshillu e do të mi plotësu këto kushte. Kushti i parë është dush me ditë atë çështje në detaje. Dhe dush me qenë i sinqert në atë që e thu. Për shembull, do me këshillu dikan për një çështje të ndryshme. Ti dush me ditë saktësisht ata qysh është e drejtë, qysh është e mirë dhe qysh është e saktë. Dhe pastaj me qenë i sinqert në këshillën që e thu. Nëse të mungon dija për një çështje, ti s'munësh me këshillu njërin. S'munësh me bindë se është gabim ma e vepër që e banaj. Nëse ty të mungon dituria për atë çështje. Pra kushti i parë është me ditë dhe me qenë i sinqert në ata që flet. Me qenë shumë i sinqert. Mos me pas qëllim kur gjë tjetër, përveç se ja do të mirën atina. E di vëllezër se herë bim pozitë keqe na sepse njerëz mendojnë që kemi ne fal interesi për i tyre ose s'ja dojmë të mirën kur ja themi një çështje. Zemrat kërkush s'na i çelmë në e pa sa jemi të sinqert. Por ai që llogarit shpërblim të Zotit i Madhërisht, ai e rregullon zemrën. Ai e din se për shembull s'ki asnjë interes për atij përveç se ja do të mirën. Edhe ja afrohesh, ja thu të vërtetën. Ka raste ku ai s'mir kupton, mendon që ti se do, mendon që ti kina interes ku diçka, mi po nëse ke rregullu zemrën me Zotin e Madhërisht mos u ban marak, sepse ne kërkojmë shpërblim të Zotit i Madhërisht për veprat që i bëjmë këtë dunjë. Ne s'kërkojmë shpërblim për njerëzve. Ne në radhë parë veprat i bëjmë për Zotin e Madhërisht. Edhe këshillin ku japim njerëzve i bëjmë për Zotin e Madhërisht, si bëjmë për njerëz, si bëjmë për interes as për asgjë tjetër. Sepse fundi çfarë kemi interes na që flasmi për shembull o xhallar pa u nal në për tubime ndryshme. Çfarë interesi kemi? Si shembull thjesht. Çka përfitoj nëse unë vin pa nën tonë, si shembull po të jap. Vin pa me të tillë unë flas. Çka përfitoj unë? Si shembull, a? Ose tjetëri. Jo i bëjmë për Zotin këtë sene. E ndojmë kohën, lam keq ndoshta në familje diçka, për me ardhë si shembull, me të ngushëllu, me të thonë një fjalë të mirë, një këshill të mirë. Pra kemi interes vetëm Zotin e Madhërisht. E shpesh anitën se bote mund të keq kuptohemi, për këtë arsye vëllezër kushti i parë, me këshillu dikan është me ditë atë çështje në detaje. Edhe me qenë i sigurt se s'ka opcion tjetër. Edhe me qenë i sinqert në ata shkethën. Me qenë i sinqert në ata shkethën. Vëllezër të ndershëm, shumë interesant kjo çështje. Pejgamberi alayhis salam kur është bën pejgamber, para se më bë pejgamber i kanë besu njerëzit shumë. Janë kalon emrin pejgamberit Emin. Emin është besnik. Në atë kohë tregtarët e pushtetarët, çka kanë pas diçka me rëndësi, ja kanë thonë pejgamberit. Pa u kanë pejgamberi. Kur është bën pejgamber, i thirr njerëz dhe doju njerëz. Thot a din ai kush për juve që unë e kam tratu në herë? Thanë jo. A ka në kushtra për juve që ka në argument që unë e në herë kam gëny, se kam thonë të vërtetën? Thanë jo, ti gjithë mund vërtetën e thonë. Tha, a ka në kush për juve që ma mend që kam pas interes diçka për juve? Për juve? Tha jo. E tha prej sotit, unë jam i njëjti, veç e kam një emanet tjetër. Çfarë emaneti? Tha e kam emanetin e Zotit bisupe. Mja thonë të vërtetën juve, ju pëlqej apo nuk ju pëlqej. Njëherë morën mirë vëllezër. Pastaj kur filloi feja, ideja e fejes, fjala e Zotit, kur filloi më ia prek xhepat njerëzve, më ia prek tabiatët, tha ne po nuk besojna. A ke poshtë një fjalë e urtë e populli shqiptari mëse prek ka xhepi. Kjo fjallë është e vjetër. Do me thonë, kur njeri bat kundërstari ju ti?
Kur ja thuni të vërtet që ai s'do me mësua të vërtetën. Në vend se më të falenderu që të jam thuni të vërtet, e ke sfidu me diçka, ai mendon që e kundra tina. Pejgamberi sa me këtë dashën pejgamberin. Po kur filloi pejgamberi më thon aty të mëdhajve të Mekës, çore këto punë çajin ti banu kanë rregull, than tash na ty nuk të besojna. Pse? Se ja preki unin. Ja preki atë farë krenarinë e tepër që kishin. Po që ishim mësua ata me pas monopol, me pas robë në për shpia, robë të luftës, me i slavru njerëz. E kur tha pejgamberi sa këto punë zmojnë, se Allahu si do këto punë, ata e banë një farë kontratë dhe thanë pej tashti ta mos e ngujna. S'ta vy këshilla tina. Edhe një mes se ngun, po e thynë qafën. Vjerë funi keq. Histori e gatë. Pra vëllezër të ndershëm, për me këshillu dikan, dush me ditë një çështje në detaje. Edhe me ka një sinqert në ata shkethun. Nëse se di, s'munësh me dhanë këshillë. Nuk munësh me këshillu për diçka që vetë se di.